Ata han njerëz, dosja Epstein rikthe në vëmendje videon virale të modeles meksikane. Gabriela Rico Jimenez, një modele meksikane, ka rikthyer sërish vëmendjen e mediave ndërkombëtare pas publikimit të një serie të re dokumentash nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi çështjen e Jeffrey Epstein. Dokumentat e reja përmbajnë informacione që lidhen me jetën private dhe festat e elitës globale, përfshirë një event të mbajtur në një javë ku sipas disa akuzave bëheshin veprime të tmerrshme, përfshirë konsumimin e mbetjeve njerëzore. Një nga dokumentet u përmend edhe ish-presidenti George Bush në lidhje me këto akuza. Jimenez, e cila në vitin 2009 ishte 21 vjeç, kishte publikuar një video dramatike nga Monterrey, Meksik, ku denonconte se pjesëmarrësit e një feste private po konsumonin fëmijë. Sipas mediave, ajo ishte arrestuar pas këtij incidenti dhe më pas ishte zhdukur pa gjurmë. Video e saj ishte përhapur gjerësisht dhe kishte shkaktuar tmerr dhe debat të madh, duke bërë që emri i saj të lidhej me akuza të jashtëzakonshme ndaj elitës globale. Përdorues të shumë të rrjeteve sociale dhe media kanë rikthyer diskutimin mbi këtë rast duke pyetur kush e zhduku Gabriela Rico Jimenez, dhe duke theksuar se disa nga akuzat e saj duket se marrin mbështetje nga informacioni publikuar së fundmi nga dosjet e Epstein. Një koment i njohur në internet shkruan: "Çfarë Gabriela Rico Jimenez pretendoi atëherë, tani duket se gjen mbështetjen në dokumentat e Epstein. Ajo u zhduk përgjithmonë atë natë. Kush e zhduku?" Megjithatë, ekspertët dhe mediat paralajmërojnë se dokumentat e reja nuk vërtetojnë të gjitha pretendimet më ekstreme të Jimenez, por tregojnë se disa elemente sa ishin të njohura për hetuesit më parë. Sidoqoftë, rihapja e kësaj çështje ka ndezur diskutime të reja rreth zhdukjes së vajzës dhe pretendimeve të saj dramatike, duke i rikthyer atij rasti një interes të madh publik dhe ndërkombëtar. Dua lirin time, çfarë tha Gabriela Rico Jimenez në videon që tronditi Meksikën edhe pse historia e saj rikthehet sërish. Një video regjistruar në Meksik në vitin 2009 vazhdon të qarkullojë në rrjetet sociale edhe pas më shumë se një dekade. Historia e gruas që shfaqet në të mbetet e mështjellë me mister. Bëhet fjala për Gabriela Rico Jimenez, e cila në atë kohë u shfaq jashtë një hoteli në Monterrey, shqetësuar dhe duke bërtitur para policisë dhe personave që ndodheshin aty. Ajo bëri një sër deklarata shtronditse për njerëz të fuqishëm, vrasje dhe madje pretendoi se disa persona kishin ngrënë mish njerëzor. Pamjet u transmetuan nga mediat lokale dhe më pas u përhapën në internet. Dua lirin time, në videon e gjatë Gabriela përsërit disa herë se dëshironte të ishte e lirë. Ajo deklaronte se kishte qëndruar në Mexico City për rreth 1 vit e 4 muaj dhe se gjithçka sipas saj kishte nisur në vitin 2001. Në një moment, ajo tha se bëi fjala për persona të rinj dhe të fuqishëm dhe pretendoi se disa prej tyre ishin vrarë. Ajo përmendi edhe emrin e biznesmenit amerikan Carlos Slim, duke pretenduar se ai dinte diçka për atë që kishte ndodhur. Këto ishin deklaratat saj dhe nuk janë prova që vërtetojnë akuzat. Përmendi edhe Juan Camilo Maurino. Një tjetër pjesë e videos që ka tërhequr vëmendje është momenti kur Gabriela përmend Juan Camilo Maurino, ish sekretari i brendshëm i Meksikës, i cili humbi jetën në vitin 2008 në një aksident ajror. Në gjendje të rënduar emocionale, ajo bërtiti se Maurino nuk duhet të kishte vdekur kështu dhe ju drejtua një prej personave përreth duke akuzuar për vdekjen e tij. Megjithatë, nuk ka prova të besueshme që lidhin vdekjen e Maurinos me akuzat e bëra nga Gabriela në atë video. Autoritetet meksikane kanë trajtuar vdekjen e tij si pasojë e një aksidenti ajror. Hëngrën njerëz. Pjesa më tronditse e videos vjen pak më vonë. Gabriela bërtet disa herë se disa persona hëngrën njerëz, duke e përshkruar këtë si diçka të tmerrshme. Ajo shpreh se kishte qenë në dijeni për vrasje, por pretendonte se nuk e kishte ditur se personat për të cilin po flisnin konsumonin mish njerëzor.
Këto deklarata janë bërë virale ndër vite dhe janë përdorur nga shumë teori konspirative në internet, por është shumë e rëndësishme theksohet se nuk ekzistojnë prova publike që vërtetojnë pretendimet për kanibalizëm. Por çfarë ndodhi më pas? Pas përplasjes së saj me policin, Gabriela u mor nga autoritetet. Në pamje shihet se ajo reziston dhe kërkon që të mos merret prej tyre, ndërsa vazhdon të përsërisë se dëshiron të sqarohet ajo që kishte ndodhur. Pas këtij episodi, informacionet e besueshme për jetën e saj bëhen shumë të pakta, pikërisht ajo. Kjo ka ushqyer për vite me radhë teoritë në internet se çfarë mund të ketë ndodhur me të. Disa versione pretendojnë se ajo u dërgua në një institucion psikiatrik, ndërsa të tjerë flasin për largimin e saj nga Meksika, por këto versione nuk janë konfirmuar në mënyrë të besueshme. Edhe sot burimet publike nuk japin një përgjigje të qartë për fatin e saj. Po pse flitet sërish për këtë? Historia e Gabriela Rico Jimenez është rikthyer fuqishëm në rrjetet sociale në vitin 2026, veçanërisht në kontekstin e interesimit madh publik për dokumentat e lidhura me çështjen Jeffrey Epstein. Në internet janë krijuar pretendime se video e vitit 2009 lidhet me Epstein apo me persona të përmendur në dosjet e tij. Por këtu duhet bërë një dallim i qartë. Fakti që video është rishfaqur në të njëjtën periudhë nuk do të thotë se ajo është provë lidhur me Epstein. Nuk ka prova publike që vërtetojnë se Gabriela Rico Jimenez ishte pjesë e rrjetit Epstein apo se deklaratat e saj në vitin 2009 u referoheshin atij. Një video që mbeti pa përgjigje. Ajo që e ka bërë këtë histori kaq të famshme nuk është vetëm përmbajtja tronditëse e deklaratave të saj, është edhe pyetja që ka mbetur pas. Çfarë ndodhi me Gabriela Rico Jimenez? Pse u mor nga policia? Përgjigjja e sigurt nuk gjendet në videot virale dhe as në teoritë e shumta që qarkullojnë online. Ajo që dim është se në vitin 2009 një grua e re u shfaq në rrugët e Monterey duke kërkuar lirinë, duke përmendur njerëz të fuqishëm, vrasje dhe pretendime jashtëzakonisht të rënda. Pamjet u regjistruan, u transmetuan dhe më pas u kthyen në një prej videove më misterioze të internetit. Por mes asaj që Gabriela tha dhe asaj që mund të provohen, ekziston një dallim shumë i madh dhe pikërisht kjo është arsyeja pse 17 vite më vonë historia e saj vazhdon të rikthehet sa herë që interneti kërkon të zbulojë misteret e të kaluarës. Ndërsa mediat meksikane e kanë rikthyer historinë në 2026 pasi video e vitit 2009 u bë sërish virale në lidhje me publikimin e dokumentave të Jeffrey Epstein. Sipas raportimeve, Gabriela ishte rreth 21 vjeç kur u filmua në Monterey, jashtë hotelit Fiesta Inn në një gjendje të rënduar emocionale. Në video, ajo akuzonte persona të fuqishëm për krime jashtëzakonisht të rënda, përfshirë vrasje, rrëmbime dhe kanibalizëm, por pjesa më interesante është kjo. Mediat nuk kanë një përgjigje të sigurt se çfarë ndodhi me të pas atij episodi. Shumë artikuj përdorin shprehje se u zhduk nga jeta publike, ndërsa në rrjetet sociale ajo është kthyer në pretendimin se u zhduk. Megjithatë, verifikimet e materialeve të disponueshme nuk kanë gjetur dokumenta publik të policisë, gjykatës, spitalit apo një dosje zyrtare të zhdukjes që të shpjegojë përfundimisht fatin e saj. Po lidhja me Epstein. Në 2026, disa media kanë shkruar se publikimi i dokumentave të Jeffrey Epstein riktheu në vëmendje videon e Gabrielës, por kjo nuk do të thotë se dokumentat e Epstein konfirmojnë atë që ajo tha në 2009. Madje disa analizat fundit theksojnë se nuk ka prova të verifikuara që lidhin drejt për drejt Gabriela Rico Jimenez me Jeffrey Epstein dhe pretendimet e saj të vitit 2009 nuk janë provuar në mënyrë të pavarur.